Jemi në vitin 2025 dhe në fshatin Dragot, në bashkisë Sërri, nuk ka drita. Ndërkohë që, si që keni marrë vesh, prokuroria e posaçme ka thirrur zëvendës kryeministren, pasi në këtë vend ne kemi luksin që të paguajmë 60.000 euro në ditë, 60 milion lek në ditë, për 2 tece aty lundruse që i kanë sjellë nga Bangladeshi, të cilat nuk punojnë në Vlorë. Ndërkohë që tuneli Ogaras aty prapë në Vlorë ka kushtuar 50 miliard lek më shumë se sa duhet kushtonte. Ndërkohë që në rrugën Karvik Delvin atje janë harxuar miliarda lek më shumë se ç'duhej dhe këtu mungojnë dritat. Mungojnë dritat në një republikë ku kryeministri mban avion personal. Ndërkohë ju nuk keni rrugë për të ardhur në fshat. Dhe të mendosh që për të shtruar rrugën kryesore që po shtrohet poshtë autostrada, vjen dhe merret inerti këtu në fshat tuaj në shpesh. E marrin këtu dhe nuk denjon njeri t'u ashtrojë rrugën juve këtu.